Mjeku çudit botën, speci djegës trajton këto tre probleme. Ja kush duhet ta përdorë menjëherë. Speci i kuqdjegës është një erëzë popullore e cila përdoret edhe për shkak të larmisë së lartë të elementëve ushqyes që ajo ofron. Është një nga erëzat më të mira që mund të shtohet në dietën tuaj. Atë mund ta gjejmë në forma të ndryshme të plota në formë pluri, siç është, ose edhe e përpunuar. Përveç se do të plotësojë shumë shije në ushqimet që ju keni dëshirë të konsumoni, speci i kuqdjegës përdoret gjithashtu edhe në mjekësinë popullore në mbar botën. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nxehtësia përvoluese e kësaj erëze i atribuohet gjithashtu edhe një përbërësi pozitiv aktiv që njihet si kapsaicin. Kjo e fundit ofron përfitime dhe vlera të larta shëndetësore, duke ofruar një mbrojtje më të mirë të organizmit. Kapsaicin përmban gjithashtu vitaminën C, vitaminën A, vitaminën E, vitaminën B6 dhe kalium, mangan, magnez, hekur dhe antioksidant, shumë të rëndësishme këto për aktivitetet tona ditore dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Në këtë video, sipas Healthline, do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i specit të kuqdjegës në dietat tuaja ditore. Speci i kuqdjegës është një erëzë shumë e mirë ushqyese që mund të lehtësojë edhe problemet e kyçeve dhe dhimbje të muskujve, duke dhënë kështu rezultate mjaft të mira edhe në lehtësimin e komplikacioneve. Kapsaicin që gjendet te speci i kuqdjegës mundet të parandalojë edhe transmetimin nervor të dhimbjeve që është shumë specifike edhe te dhimbjet e kyçeve dhe te dhimbjet e muskujve. Sipas ekspertëve të Healthline, udhëzohet të përzieni një gjysmë lugë çaji plur spec djegës të bluar në 2 deri në 3 lugë çaj me vaj ulliri të ngrohtë ose vajin e arrës së kokosit. Kështu e përdorni atë në të mirë të shëndetit të nyjeve dhe do të parandaloni edhe komplikacionet e tyre. Përdorime të tilla të specit të kuqdjegës do t'japin rezultate fantastike në lehtësimin e dhimbjeve të nyjeve dhe gjithashtu qetësimin e problemeve të kyçeve. Speci i kuqdjegës është një ndihmë shumë e mirë për mpiksjen e gjakut. Kapsaicin shërben si një antioksidant i fuqishëm që zgjeron gjithashtu enët tuaja të gjakut. Përzieni një gjysmë lugë çaj me spec të kuq plur në një gotë me ujë të ngrohtë. Shtoni një lugë gjedhe uthull molle të pafiltruar dhe një lugë gjedhe mjaltë. E konsumoni këtë përbërje të paktën 2 herë në ditë dhe rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Shtimi i specit të kuqdjegës do ju ndihmojë gjithashtu edhe kundër problemeve të mbipeshës. Kapsaicin që gjendet te speci i kuqdjegës mund të ulë oreksin dhe të ndihmojë që të arrini objektivet tuaja për të shmangur gjithashtu dëshirën për ushqime jo të shëndetshme dhe të shmangni mbipeshën. Piperi i kuqdjegës do të ndihmojë trupin tuaj të djegë yndyrnat më shpejt dhe të përmirësojë në mënyrë graduale edhe sistemin tuaj tretës, duke dhënë rezultate fantastike në këtë aspekt dhe në mbrojtjen e organizmit. Shtoni një gjysmë lugë e plur në lëngun tuaj të preferuar të mëngjesit për të ndihmuar organizmin tuaj të veprojë më fort dhe të parandalojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Shtimi i specave të kuqdjegës në menunët tuaj ditore do të përkthehet gjithashtu edhe në një pastrim më të mirë të organizmit. Për sa kohë e përdorni atë me kujdes dhe në formën e saj natyrale, speci i kuqdjegës do të shndrohet gjithashtu në një mbrojtës të vërtetë të organizmit dhe do të lehtësojë komplikacionet. Ekspertët e rendisin specin e kuqdjegës si një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit, gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Speci i kuqdjegës do ju ndihmojë që të keni një organizëm më të pastër dhe shëndet më të fortë. Piperi ose speci i kuqdjegës shërben për pastrimin e organizmit nga toksinat dhe eliminimin e radikaleve të lira. Detoksifikimi shërben për mëlçin dhe tëmthat për të nxjerrë jashtë substancat e dëmshme dhe për të përmirësuar kështu organizmin tuaj.
Përzieni një lugë me lëng limoni, gjysmë lugë çaji piper të kuq djegës dhe një lugë mjalt në një gotë me ujë. I përzieni mirë derisa të tretet e gjithë përbërja dhe e pini atë çdo ditë për të marrë rezultate të mira dhe për të evituar gjithashtu problemet që i kanosen organizmit tuaj. Shtimi i specit të kuq djegës në dietën tuaj do të ndihmojë gjithashtu edhe kundër acarimeve të fytyrit. Një gotë me ujë të ngrohtë me spec të kuq djegës i hedhur gjithashtu në përzierjen me piperin e kuq mund të bëhet gargar për 3 deri në 4 herë në ditë për të evituar kështu acarimet dhe dhimbjet e fytyrit, duke dhënë rezultate konkrete pozitive edhe në lehtësimin e këtyre shqetësimeve. Speci i kuq djegës do të ndihmojë në lehtësimin e inflamacioneve, zhbllokimin e rrugëve të frymëmarrjes dhe gjithashtu do të japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Por nuk mbarojnë me kaq përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i specave të kuq djegës. Speci i kuq djegës në dietën tuaj ditore do të sillet si një ndihmues shumë i mirë edhe në lehtësimin tuaj të dhimbjeve të kokës, duke dhënë kështu rezultatet e shumë pritura kundër këtyre komplikacioneve. Piperi i kuq djegës rekomandohet gjithashtu edhe për të lehtësuar tensionet dhe jo vetëm. Ajo që quhet migrena mund të lehtësohet farendjeshëm me përdorimin e specave të kuq djegës në përditshmërinë tuaj. Kapsaicin që gjendet te specat e kuq djegës do t'i japin rezultate fantastike në lehtësimin e dhimbjeve të kokës dhe parandalimin e krijimit të komplikacioneve të tyre. Shtimi i specave të kuq djegës në menun tuaj ditore do të përkthehet në një mbrojtje më efektive të shëndetit dhe një parandalues i komplikacioneve. Speci i kuq djegës është një produkt fantastik që mund t'ju vijë në ndihmë të shëndetit tuaj edhe kundër problemeve të ftohjes. Përzieni një lugë çaji me piper të kuq djegës dhe xhenxhefil të grirë. Shtoni edhe një lugë gjedhe mjalt dhe uthullmolle të pafiltruar dhe e përzieni atë në një gotë me ujë. Këtë truk mund ta pini vazhdimisht gjatë ditës për të marrë rezultate fantastike dhe për të evituar gjithashtu edhe komplikacionet. Kjo është një mënyrë e cila do të rrisë imunitetin tuaj në raste të veçanta dhe do të parandalojë gjithashtu edhe krijimin e komplikacioneve si pasojë e rënies së imunitetit. Speci i kuq djegës është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe kundër problemeve të psoriazës. Aplikimi i lëkurës në specin e kuq djegës është efikas kundër psoriazës dhe kruajtjeve shoqëruese. Për më tepër, kjo substancë do të parandalojë infeksionet dhe mikrobet që ndodhen në lëkurën tuaj. Rekomandohet të përdoret gjithmonë në mbikëqyrjen e një eksperti për të evituar gabimet dhe për të marrë gjithashtu rezultate të shumëpritura në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Speci i kuq djegës është një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin tuaj dëntar. Piperi i kuq djegës do të shuajë dhimbjet dhe enjtjet e mishrave tuaja të dhëmbëve, duke dhënë kështu rezultate të shumëpritura dhe duke mbajtur larg komplikacionet e tyre. Ju mund të fërkoni gjithashtu mishrat e dhëmbëve me këtë përmbajtje edhe t'i jepni rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Speci i kuq djegës është një erëzë me përfitime të larmishme. Nëse përdoret me kujdes dhe në formën e saj natyrale dhe në sasinë standarde, përfitimet që do të merrni prej saj do të jenë gjithashtu vërtet të larmishme. Speci i kuq djegës, i quajtur ndryshe piperi Cayenne, i cili ka marrë emrin nga lokaliteti nga i cili vjen, Cayenne në Francë, kultivohet në Europë, Azi dhe Afrikë. Pluri i tij mund të merret në forma të ndryshme dhe të japë gjithashtu rezultate fantastike në dobi të vlerave të shëndetit. Shtimi i specit të kuq djegës brenda normave të lejuara, në kombinim gjithashtu edhe me vajin e ullirit mund t'japin rezultate fantastike në shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e rendisin specin e kuq djegës si një nga erëzat më të mira ushqyese në dobi të vlerave që i ofron shëndetit, duke e bërë atë një prej produkteve më të mira ushqyese lehtësuese kundër komplikacioneve dhe rënjeve të imunitetit. Përdoreni me kujdes dhe ndikimi që do të keni në organizëm do të jetë i menjëhershëm dhe i fuqishëm. Speci i kuq djegës është një erëzë me shumë përfitime, ndaj mos nguroni ta keni pjesë përbërëse të dietave tuaja të rregullta. Vëmendje:
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.